strefit, o era i strefit na qoj dron mi. Në Ferma VAP, Mimoza Ahmeti po mbetet një nga figurat që tërheq më shumë vëmendje. Fal mënyrës së saj të drejtë për drejtë dhe stilit unik të komunikimit, i cili shpesh kthehet në temë diskutimi në rrjet. Së fundmi, dinamika në spektakël është bërë edhe më interesante me përfshirjen e disa emrave të njohur nga muzika shqiptare. Fillimisht, Tarina solli një moment që u prit pozitivisht nga banorët dhe u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale. Më pas, edhe Dafina Zeqiri u bë pjesë e kësaj rrjedhe ngjarjesh, duke shtuar më tej interesin e publikut dhe duke rritur kuriozitetin për zhvillimet në fermë. Spontane dhe pa shumë filtra. Ajo ju drejtua publikisht edhe era i strefit me një thirrje që nuk kaloi pa u vënë re. Që ti që thuk tingje dërsa ta që spikën. Do era i strefit na qoj dron mi. Ti sot dashnorit vetë. Kur ta gjithë pikën pas laj s'osh më kishe. Një reagim që, si shumë të tjera brenda këtij formati, ndezi me njëherë diskutime dhe reagime në rrjet.